Kemi rritur sërish në hapësirë interviste me mua në studio është zoti Real Kapri nga Mundësia, një ish kolegi imi, tashmë garon në zgjedhje. Faleminderit Niku për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi. Tje partia Mundësia ka prezantuar programin e saj, që në fakt duke një program, po themi, më të guximshëm që nëse ne do të shohim, pra nuk e di si është hartuar programi, si është arritur në këto zgjidhje që ju keni bërë. Do thaj që ne konzojmë më të thjeshtin edhe më të zbatueshmin për shumë arsye. Që nis edhe nga filozofia jonë dhe ajo që ne besojmë. Pra, ne themi që jemi të vetmit në këto zgjedhje, që jemi ndryshe nga të tjerët, që themi një gjë, si partia e djathtë. Themi që në Shqipëri, këto 35 vjet, ka qenë shteti problem. Ndërkohë që gjithë të tjerët përmes shtetit kërkojnë të realizojnë gjithçka. Dhe këtu nis Kreshnik, pra këtu nisim. Ne nisim vetëm tek ideja e reduktimit të shtetit, të zvoglimit të shtetit, si në harxhim parash, ashtu dhe në kompetenca dhe në vendimmarrje, sepse ne besojmë që më pak taksa, më pak kompetenca, do sjellë më pak korrupsion, do krijojë njerëz më shumë liri, më shumë të harron në xhep që ata të investojnë në të rrisin e ekonomisë shqiptare, sepse ne besojmë që kjo Shqipëri si është sot, nëse nuk kap një rritje dyshifrore, prej të paktën 10%, nuk mund të ndihet në xhepat e të gjithëve. Jemi mësuar zakonisht që një program të djathtë, pavarësisht elementeve të majt patjetër, ta ketë zakonisht parti tjetër, që është Partia Demokratike. Që nuk e ka fatkeqësisht. Aktualisht në këtë zgjedhje. Nuk e ka. Ajo që konstatojmë nuk e ka, sepse është një program në minimumin që mund ta quash një keynesianizëm, ku fut ndërhyrjen e shtetit në çdo element të ekonomisë. Faktikisht është një model që kemi provuar në Shqipëri në këto 35 vite, ku shteti ka qenë vendimmarrës edhe ka orientuar gjithçka që është mundur në Shqipëri dhe kemi dështuar apo jo. Ne vazhdojmë të jemi një nga vendet më të korruptuara të Evropës, vazhdojmë të jemi një nga vendet që të ardhurat e kemi më të ulta, me çmime shumë të larta, me kosto jetese shumë të lartë, ku kemi humbur betejën me varfërinë, ku kemi humbur betejën me një ekonomi të vërtet tregu, dhe ne themi që këtu është një ekonomi e kapur, është ekonomi në pak duar, e monopolizuar, dhe për këtë sigurisht që kemi një kur, nëse mund ta quajmë kështu. Në fakt, më sot kam pasur premtimet e partive politike për sa i përket pensioneve, që është, po themi, edhe një bazë elektorale shumë rëndësishme si votues, duke sigur gjitha subjektet politike i kanë ngoditur, më shumë se 30% e votuesve, 39% janë, po themi, ato që ju adresohet ky mesazh. Mundësia ka bërë një premtim që quhet kontributi minimal jetik, 300 euro. Çfarë nënkupton kontributi? Është pra, po themi, minimumi jetik? Apo pse keni zgjedhur terminologji pak ndryshe nga të tjerat? Jo, shpjegoj unë. Kur u bë debati i madh i pensioneve muaj më përpara, u vure që qeveria gjeti fonde rreth 220-230 milion euro për të bërë rritje edhe për të bërë edhe një lloj bonusi që u quhet bonusi elektoral. Pra fondi ishte diku te 220-230 milion euro në afërsi që u përdor dhe vazhdon jepet nga qeveria edhe këto ditë që po flasim, edhe pse jemi në një situatë zgjedhore. Dhe në fakt, Kreshnik, nëse ti merr të njëjtin fond, e di çfarë mund të bësh me këto para? Mund të garantosh për gjithë pensionistët një rritje për 10% në vit. Dhe nëse bën një evidentim minimalist, të del që të paktën 1/4 e pensionistëve, afërsisht, nuk kanë një burim tjetër jetese, sepse ka shumë pensionistë dhe pensioni nuk u del të gjithëve, por një pjesë e madhe kanë një pjesë janë edhe jashtë vendit, por një pjesë e madhe që jeton në Shqipëri, kanë pronë, kanë të ardhura shtesë, pra pensioni nuk është mjeti vetëm i jetesës. Por për një pjesë që ne me vëzhgimet tona kemi arritur në konkluzion që është të paktën 1/4, këtu do ndërhyjmë më një herë. Dhe ne themi që këtyre mund të shkojë pensioni deri në 300 euro. Pra bëhet fjalë vetëm për atë pjesë që nuk ka një burim tjetër, kanë burim të vetëm që kanë pensione. Dhe që ata të bëjnë minimalisht një jetë për të mos lypur, është ke një pension tek 300 euro. Sepse ne nuk kemi një studim për minimumin jetik në Shqipëri, është përfolur për disa... Avokati popullit, apo? Po këto janë bërë shumë herët. Pra kjo avokati popullit ka vite që thotë që është diku te 240 euro, apo jo. Tani kanë kaluar goxha vite, por te 300 euroshi me një lloj parafërsie dhe duke patur parasysh fondin që është në dispozicion, po, për 1/4 e pensionistëve mund të arrihet kjo që mund ta quajmë edhe si një pjesë e një kuote minimum jetik. Pra ju keni bërë një jo sondazh, po them një përllogaritit për afërt që kush janë ata që kanë vetëm burim të vetëm, po themi... Kjo është një pjesë që... Apo një deduksion? Kjo është bërë një deduksion, sigurisht në varësi edhe të dhënave të tjera që kemi parë,
Tani duhet kemi parasysh që edhe një rreth mund llogaritet që edhe gati 30-40% e pensionistëve jetojnë edhe jashtë, kanë ikur pranë fëmijëve ose prandaj duhet bërë një evidentim më i saktë. Ata që jetojnë këtu, do jenë? Ne po flasim për ata që jetojnë këtu, sepse pensionistët që marrin një pension nga shtetet shqiptare është diku te 500.000. Dhe një pjesë e tyre jetojnë jashtë, sigurisht me ata nuk mundesh dot përveç politikës së rritjes prej 10% në vit, por për ata që janë këtu brenda, nëse ti bën një evidentim, dhe evidentimi është shumë i thjeshtë për të kuptuar nëse kanë një pronë ose një burim ose një mbështetje direkte nga një mundësi tjetër jetese, ata do kenë mundësinë e një përfutimi prej një pensioni prej 10% rritjesh në vit. Ndërkohë që për të tjerët që zbulon që nuk kanë mundësi tjetër, këtu mund të ndërhysh që ata të kenë një pension deri në 300 euro në mënyrë që të garantojnë një testë. Toka, nuk e di nëse keni diskutuar, po toka pas ja një tokën pronësi do kategorizohet si burim i dytë të ardhurash? Tokë bujësore po thua. Bujësore. Nëse nuk i nxjerr të ardhura, nuk mund të quhet. Nuk mund të quhet. Se domethënë ne po flasim që vërtet për njerëz që e kanë nevojë dhe evidentimi i nxjerr. Mos harrojmë që shteti shqiptar ka strukturat për ta bërë të gjë. E bëjmë vit pas viti së mos me ndihmën ekonomike, apo jo, ne dimë që u shkojnë në përshpi, masin ato standardin edhe vendosin nëse janë premtime apo jo ekonomike, që ajo është një skemë dështuar, ne dimë që është më shumë një skemë politike, sepse edhe pse zyrtarisht ne rritemi si ekonomi çdo vit, rritet edhe numri i njerëzve që mbështeten me asistencë në Shqipëri, që kuptohet që është vetëm për arsye politike dhe për të marrë ca vota më shumë dhe nuk është zgjidhje edhe ajo. Por te pjesa e pensionit dhe po flasim vetëm për të fond për 220 milion eurosh, imagjino të lirosh edhe pak fonde më tepër. Por edhe politika e garantimit të një 10% në vit është e jashtëzakonshme apo jo, sepse brenda një mandati ti pothuajse i arrit pensionin me gati 50%. Dhe kjo që s'ka ndodhur më përpara, dhe kjo është goxha e vlefshme dhe vlen. Keni një, po themi, parafërsi, një faturë totale, po themi, të rritjes pensioneve, por edhe të kontributit minimalit i kësa do të ishte ky operacion, po themi? Vetëm për të dyja, të përmenda, është diku te 220 milion euro plus në vit. Që është i njëjti me fondin që përdori qeveria për të bërë ndryrën elektorale. Pra për të garantuar një 10% për të tjerët, edhe për një pjesë që mund të shkojë nga 1/4 a 1/5 e tyre në total, po themi rreth 100.000 pensionistë, mund të garantosh një rritje pensioni deri në 300 euro. Pra, njëri mund ta ketë 170, njëri 210, ti ndërhyn që ja çon afërsisht 300, kur zbulon që s'ka asnjë burim tjetër jetese. Një pikë tjetër të programit që ju keni është padyshim rikthimi i taksës shesh dhe niveli është më i ulët 8%. Është Shqipëria në një periudhë ku, po themi, vendoset taksës shesh, mund të rikthejë një balans, mund të rikthejë një zgjerim, po themi, të vullnetarizmit për të qenë formal apo çfarë? Në fakt është nik taksa e shesh në Shqipëri është i vetmi model ekonomik që ka funksionuar. Po çikosh 2005, 2008, 2009, me vendosjen e taksës së shesht, të ardhurat në buxhet u dyfishuan. Po ishte edhe stat tjetër ekonomia. Dakor. Stat tjetër kulture, marrëdhënie. Por ne mendojmë që më shumë se sa ulja e taksave, thjeshtësimi i sistemit fiskal në Shqipëri dhe vendosjes së një baze për 8% për tatim fitimin edhe për tatimin mbi pagat do e lehtësonte edhe do krijonte më shumë burime në ekonomi, së mos për biznesin që të investonte më shumë. Aq më tepër në kushtet që ndodhemi sot. Pra, kuptohet 8% që jonë është për pjesën e tatim fitimit edhe për pjesën për pagat. Nuk kemi thënë për një taks tjetër që ta çojmë 8%. Nuk do të bëj atë të majtën se nuk jam, po në qoftë se në një kontekstin aktual ku është tek Shqipëria, ekonomia, themi, shteti lëshon një pjesë kaq të madhe, po themi, përgjysmimi i taksave, mendoni që një shoqëri si Shqipëria mund të reagojë, po themi, si një shoqëri, po themi, në një vend tjetër zhvilluar ekonomikisht, me disa rregulla, ose me një traditë apo me kulturë financiare të madhe? Absolutisht, mendoj se po. Të dhënat ne na tregojnë që jemi diku tek mbledhja e një rreth 26% të taksave në raport me prodhimin e brendshëm brut, apo jo. Ndërkohë që në Bashkimin Evropian, si mesatar shkon 35 dhe 40%. Pra ne shikojmë se çfarë baze të madhe ka ende për të mbledhur taksa në Shqipëri. Kjo është si element i parë. Tjetër pasaj, jo vetëm si model që ka funksionuar, pra që mund të rrisësh bazën fiskale, por ne dim nga të dhënat dytësore, po edhe zyrtare, që ekonomia në Shqipëri vazhdon të jetë ende midis 40-50% informale. Ne dim këtë gjë. Kështu që lehtësimi i barrës fiskale absolutisht do ndikojë për zgjerimin e mbledhjes taksave, por edhe për
rritjen e konkurencës, sepse sa më shumë e formalizuar do lehtësoj edhe konkurencën. Por kjo e miksuar edhe me elementet tona të programit. Për shembull, në rreth 8.2 miliard euro që është buxheti i Shqipërisë afërsisht, qeveria harxhon mbi 2 miliard euro vetëm për administratën publike. Dhe ju keni thënë që mund nxjerrë rreth 1 miliard? Po. Me shkurtime. Pra duket sikur keni një Elon Musk në parti apo? E kemi absolutisht mund edhe ta krahasojmë me filozofinë që përdor Elon Musku, por dëgjoj, se shumë veta e kanë marrë të si një shkurtim masiv nga puna. Në fakt, shkurtime duhet të ketë, sepse edhe vetë njerëzit që punojnë në administratë profesionistë e kuptojnë që kanë 10 njerëz të përzyra që nuk u vënë kurrë edhe marrin rrogën kot. Ne me ata do merrem. Po të prodhojmë të papunë të tjerë në këtë tregun e lirë apo? Ne do prodhojmë eficiencë. Ne nuk mund të kemi 7.7% të popullsisë që punon në shtet. Jemi vendi që ka punonjësit në publik më shumë në Europë. E ka 5.5% Gjermania, ne kemi 7.7%, imagjinoje. E ka 9.6% Kosova, e ka 9.6% e Greqia, që është një vend me ndikimin publik më të madh brenda Bashkimit Evropian. Ne ja kalojmë të gjithëve, jemi rreth 200.000 njerëz të punësuar. Nuk po flasim për ata njerëz profesionistë administratës, të cilët vazhdojnë aty, japin kontribut, janë profesionistë. Flasim për ata njerëz që janë në bordero, që firmosin e nuk shkojnë kurrë në punë. Dhe këta janë disa dhjetra mira, njerëz partie. Absolutisht. Shiko çka ka ndodhur në pushtetin lokal. Morëm vetëm rastin e ujësjelljes kanalizimeve. Tani më fal. 1300 veta në punë, vetëm ujësjelljes kanalizimeve. Zyra pafund, qira pafund dhe në zonat më të mira të Tiranës, të shpërdorime të frikshme. Vetëm Bashkia e Tiranës është institucion që ka mbi 11.000 të punësuar. Është kryeqyteti bashkia me numrin prapë më të madh të punësuarve në gjithë Evropën. Pra këtu ka nevojë për eficiencë. Si mund të bëhet me një studim, besoj të duhet të bëhet për një lloj operacioni për të parë kush. Patjetër, sepse ne kemi parë që po këtu mund të kursehet 1 miliard euro, dhe këtu kursehet 1 miliard euro jo thjesht nga shkurtimet e nevojshme të njerëzve partijak në administratë, por edhe nga qirate jashtëzakonshme që përdoren për zyra, për shpërdorimet që bëhen të tjera, për tendra, për mobileri, për e gjithë shka tjetër që përdor shteti që janë të jashtëzakonshme, sepse ky 2 miliard që nuk është vetëm për paga, po është për gjithë koston administrative që përdor shteti për të mbajtur administratën. Dhe shikoj pak, domethënë nëse kemi 8 miliard, 2 miliard shkojnë vetëm për mbajtjen e administratës, është gati 1/4. Po që këtu e kuptojnë që ky është një shtet dhe një qeverisje e cila e përdor të vetëm për qëllim politik, se si mund të harxhosh 1/4 e buxhetit tënd vetëm për administratën. Shumë. Edhe pensionet gjithashtu që kanë kosto. Ka nevojë të jashtëzakonshme, infrastruktura, arsimi, shëndetësia, gjithçka tjetër. Jemi shtet shumë social, në fakt. Në letra dukemi se jemi social, po ne jemi një shtet që shpërdoron dhe vjedh. Sepse të thuash të harxhosh kaq shumë para për nevojat e shtetit dhe kur ti ke pensione dhe ndihmë sociale më të ulët në Evropë, në raport me të ardhurat për frymë, e kupton atëherë. Më ka tërhequr vëmendjen shumë një propozimi juaj për aplikimin e adaptimin e euros si monedë zyrtare në Shqipëri. Është mbase kur e thash në fillim i guximshëm, edhe kjo më duket shumë i guximshëm si premtim. Në fakt pse? Është realist, nuk është i guximshëm. Ekonomia shqiptare dhe vetë sipas Bankës së Shqipërisë ka 50% të përdorimit të euros brenda saj. Pastaj në fundit Krishnik, ne po shkojmë drejt antarësimit të Bashkimit Evropian, drejt tregut përbashkët dhe adoptimit të euros. Po euron ka procedura që bëhet për të futur në eurozonë me sa di. Po pse mos e bëjmë? Rastin e Kroacisë dhe gjithë vendeve të tjera që po ku ta gjejmë ta bëjmë më shpejt. Ta bëjmë në mënyrë të njëanshme, po thonë. Edhe të njëanshme do ishte një zgjidhje. Kosova për shembull ka në mënyrë të njëanshme, nuk njihet si vendi. Po, sigurisht, mori edhe miratimin. Por ne mendojmë që nëse Shqipëria do adaptonte euron dhe më herët në Bashkimin Evropian do kishte përfitime të jashtëzakonshme. Që nga fakti thjesht që mund të zbulosh që thjesht nga konvertimi humbasim 100 milion euro në vit, por edhe tek të tjerat. Pra, ne dim që interesat në euro janë më të lira. Ne dim që euroja e pisët që qarkullon ekonomi ka dëmtuar ekonominë në tërësi. Ne dim që falca e politike të pafavorshme që ka ndodhur në Shqipëri, bizneset eksportuese pothuajse janë në prag të rënimit. Janë në prag të rënimit. Kjo është e vërtetë apo jo? Vetëm sepse ne bëjmë sikur do forcojmë monedën kombëtare që nuk është e tillë. Me euron do kishte shumë përfitime edhe në raport me borxhin publik, edhe me lehtësinë e përdorimit, por edhe me rritjen e transparencës. Do ishte në fakt një drejt sërish nga shteti, që ishte sovraniteti dhe opsionin për ndikuar në politikë monetare dhe mbase një farë mënyre
çdo lëvizje që mund të kishte euro do reflektojë dhe më shumë pa pasur mundësinë, po themi banka qendrore të pra po themi një liri tregu që shkon përtes Shqipërisë. Ju më njihni dhe e shihni se sa i djathtë jam unë edhe në qëndrime edhe në botkuptimin tim. Dhe mendoj që ata njerëz që pretendojnë që po heqim dorë nga një sovranitet, unë mendoj që janë vetëm naiv. Por këtë ka bërë Gjermania, ka bërë Franca, mos e kërkonin në Shqipërisë. Pastaj me këtë sovranitet që ne kemi pasur në Shqipëri, me bankën e Shqipërisë, ne kemi dështuar në shumë elemente. Për shembull, një rast ka qenë ai mikrokredive apo jo. Banka e Shqipërisë po flasim për politikë monetare, që është, po themi, për të amortizuar disa goditje që mund të vinë nga vende tjera, dhe logjika është që në këtë kontekst të themi të ne besojmë që jemi më të mbrojtur. Ne do jemi më të mbrojtur. Në fundit, me thënë drejtën, unë më shumë i besoj bankës europiane qendrore se sa bankës së Shqipërisë këtij sekos që është. Më shumë i besoj atyre. Një pyetje të fundit Erald, në fakt, unë kam prezantuar gjithë, besoj keni arritur të lexoni edhe programet e partive të tjera, doja të dija nëse ka ndonjë program nga subjektet e tjera që mbasi ju është dukur pak interesant, apo gjitha janë shumë të majtë dhe nuk përputhen me... Jam, me thënë të drejtën, jam edhe trishtuar, po të merruar një këngë. Sepse të gjithë e fusën dorën vetëm në xhepin e shtetit. Në kupton? Të gjithë e kanë shtetin si lopt për ta mjel. Që nga premtimi i 10.000 eurove çek për bebet, që nga rritja e pensionave, pagave, shpenzimeve, ore ku do gjenden këto lek? Askush nuk thot ku do gjenden këto lek. Sepse ne e dim që në ekonomi të lirë tregu, parati sjell bizneset dhe sipërmarrja nuk i sjell shteti. Të gjithë thonë të njëjtën gjë. Ndaj them që ne jemi ndryshe nga të tjerët. Që ne themi që shteti për t'i nxjerrë jashtë, jo për... Ne themi që shteti është problem. Ta thonë me shtetin do t'i zgjidhin gjithçka. Ne themi jo, në qoftë se në këtë vend nuk zhvillohet sipërmarrja, biznesi, nëse nuk hapet ekonomia, nëse nuk luftohen monopolet, nëse nuk hiqet monopoli që është në Portogana që ndalon tregtinë e lirë të vërtetë në Shqipëri, ky vend nuk do zhvillohet. Harrojeni. Domethënë unë kam marrë shpeshherë dhe disa raste specifike në Shqipëri, të cilët kanë iluzuar vetëm se shteti u ka qëndruar larg. Siç është për shembull industria dentare në Shqipëri. Ja ka dalë thjesht me intuit kreshnik dhe shteti ka qëndruar larg. Ata prodhojnë dhe sillin në Shqipëri 10 miliona euro vetëm nga puna dhe iniciativa e tyre. Do të bërë një analizë në fakt, Erald, se sa do mbjetonin dhe sa do falimentonin në rast se shteti nuk do ishte aty, pra përse i përket ekonomisë. Kështu që mbase do një analizë që do e lëm një momenti dytë, një intervistë tjetër bashkë. Ishte kënaqësi.